Lista e nevojtarëve po rritet çdo ditë më tepër dhe fatkeqësisht ne nuk po kemi mundësi t'i mbulojmë nevojat e të gjithëve. Nevojtarët e paraqitur në organizatën e Kryqit të Kuq në Gjakov janë të ndarë në 4 kategori varësisht prej gjendjes së tyre financiare. Kështu shpreh sekretarja e kësaj organizate Flllanza Bakia Lama. Numri i nevojtarëve është në rritje, tu pas parasysh papunësinë në komunën tonë. Kisha lutë qytetarët e Gjakovës që me pas parasysh me nda pak nga vetja me i ndihmu këta nevojtarë cilët jetojnë në kushte shumë të vështira. Ne tash e disa javë kemi bërë përpjekje që të sigurojmë më shumë ndihmë për nevojtarët tanë, por më duhet të përsëris për të disatën herë, lista e dhuruesve po zvoglohet çdo ditë më tepër, ndërsa lista e nevojtarëve po rritet çdo ditë më tepër. Prandaj edhe po e kemi të pamundur t'ju ndihmojmë të gjithëve, ka shtuar Lama. Me gjithë situatën jo të mirë të skamnorëve, këtu ka edhe plane, projekte konkrete. Kandidatën ndihmës parë. Jam nisë prej faktit që ata kur kanë kushte me pagu një patent shofer sa euro kushton, nashta kanë mundësi edhe se antarësimi është prej 1 euro deri në 10 euro. Sa kanë mundësi? Kur kanë mundësi me pagu 400 euro një patent shofer, kanë mundësi edhe 1 euro milionën Kryqin e Kuq. Ku me që ato mjetet që grumbullohen prej antarësimit, me që ato mjetet na vetë, mes me prit prej donatorve, po na vetë me ndihmu nevojtarët. Të hyrat e vetme në këto organizat janë ato që mblidhen nga aplikantët për patent shoferi, e shumë pak po ka dhurues vullnetar. 50% shkojnë në Kryqin e Kuq.